Nëse lufta nis në kontinentin evropian, çfarë do të ndodhë me Shqipërinë? Në një Europë gjithnjë e më të tensionuar, me kufi që dridhen nën hijen e një konflikti të ri të mundshëm, pyetja që shtrohet natyrshëm për ne është: çfarë do të ndodhë me Shqipërinë nëse shpërthen një luftë në kontinentin evropian? Kjo pyetje nuk është thjesht hipotetike, është një skenar që kërkon vlerësim serioz, duke analizuar pozicionin gjeopolitik, aleancat ushtarake, kapacitetet ekonomike, strukturën sociale dhe rolin e vendit në arenën ndërkombëtare. 1. Shqipëria në hartën gjeopolitike të Evropës. Shqipëria është një vend i vogël në gadishullin ballkanik, por me një pozicion të jashtëzakonshëm strategjik, përballë Italisë, në portat e Mesdheut dhe në kryqëzimin e interesave amerikane, europiane, ruse, turke dhe kineze. Ky pozicion e bën Shqipërinë automatikisht të përfshirë, qoftë si partner ushtarak, qoftë si territor logjistik, edhe nëse lufta nuk zhvillohet drejt për drejt në territorin e saj. 2. NATO dhe përfshirja ushtarake e Shqipërisë. Që nga viti 2009, Shqipëria është pjesë e Aleancës së Atlantikut të Veriut, NATO, çka nënkupton se çdo përshkallëzim konflikti në një vend anëtar, apo në ndonjë vend ku NATO vendos të ndërhyjë, do ta përfshijë Shqipërinë si pjesëmarrëse ushtarake apo logjistike. Ky fakt ka disa pasoja. Mobilizimi i burimeve njerëzore dhe ushtarake. Shqipëria do të jetë e detyruar të kontribuojë me trupa, pajisje dhe logjistik në çdo operacion që NATO ndërmerr. Përdorimi i territorit për baza ushtarake, bazat si ajo e Kuçovës dhe Porto Romanos do të shndërrohen në nyje të rëndësishme për avion luftarak, pajisje dhe furnizime. Infrastruktura ushtarake do të kalojë në regjim të plot operacional. Rritje e shënjestrimit kibernetik dhe informativ. Shqipëria është tashmë nën sulme kibernetike të përsëritura dhe në kohë lufte, këto do të intensifikohen. Infrastrukturat publike, bankat, institucionet do të jenë në rrezik të paralizimit përmes cyberspace. 3. Ekonomia, goditja dhe mundësitë. Në rast konflikti në Europë, ekonomia shqiptare do të ndjejë valët goditëse që në ditët e para. A. Çmimet dhe inflacioni. Rritje e menjëhershme e çmimeve të energjisë, karburantit dhe produkteve bazë, një skenar që e kemi parë gjatë luftës në Ukrainë, por që do të jetë edhe më i rëndë në një luftë më të gjerë. Inflacion i pakontrolluar në një ekonomi tashmë të dobët dhe të varur nga importet. B. Ndërprerje e tregtisë. Kufizime në import-eksport me vendet europiane, bllokim të rrugëve toksore, ajrore dhe detare. Rrezik për mungesë ushqimesh të caktuara dhe ilaçesh. So, mundësi të reja për disa sektorë. Industria e ndërtimit, transportit dhe e shërbimeve ushtarake mund të përfitojë përkohësisht nga investimet e NATO-s dhe vendeve perëndimore që kërkojnë logjistik të shpejtë në rajon. 4. Popullsia dhe stresi kolektiv. A. Frika dhe paniku. Shumë qytetarë do të përjetojnë frikë të thellë për të ardhmen, çka mund të çojë në emigrim masiv, çrregullime psikologjike dhe polarizim shoqëror. B. Emigrimi. Shqipëria mund të përjetojë një ikje të re masive të popullsisë, sidomos të rinjve, drejt vendeve më të sigurta. Në të njëjtën kohë, vendi mund të përballet me valë të reja refugjatësh, sidomos nëse lufta përfshin zonën e Ballkanit ose vendet lindore të BE-s. So, shtypja politike dhe kufizimi i lirive. Në emër të sigurisë kombëtare, qeveritë mund të vendosin kufizime të lirisë së fjalës, protestës ose kontroll më të rreptë mbi median dhe rrjetet sociale. 5. Ndikimi në politikën e brendshme. Një luftë europiane do të ndryshojë rrënjësisht prioritetet politike brenda Shqipërisë. Opozita dhe qeveria mund të bashkohen në një flamur të përkohshëm uniteti kombëtar, ndërsa retorika politike do të zëvendësohet me mobilizim propagandistik. Mjetet e kontrollit të opinionit publik mund të forcohen për të ruajtur stabilitetin. Politika e jashtme do të fokusohet totalisht te aleanca me SHRB dhe NATO, duke hequr çdo iluzion për balancë diplomatike. 6. Rreziku i zgjerimit të konfliktit në Ballkan. Ballkani, për fat të keq, nuk është një vend ku historia fle e qetë. Një konflikt evropian do të ndezë potencialisht tensionet në Kosovë, Serbi, Bosnjë, Republika Serbe, Maqedoninë e Veriut, përplasjet etnike të ngrira. Marrëdhëniet greko-shqiptare në rast të ndonjë krize me minoritetin apo emigrantët. Shqipëria në këtë kontekst mund të përfshihet edhe në konflikte rajonale që burojnë nga një luftë më e madhe. 7. Shpresa, diplomacia dhe populli. Me gjithë rreziqet e mëdha, Shqipëria ka disa përparësi.
Aleanca me SHRB dhe NATO që garanton mbrojtje të sigurt në rast sulmi. Populli shqiptar i mësuar me krizat dhe jaftë të përshtatet në çdo realitet mund të tregojë solidaritet dhe rezistencë si asnjëherë më parë. Rinia, diaspora dhe shoqëria civile, nëse lihen të lirë, mund të jenë zëra të arsyes, paqes dhe ndërgjegjes kombëtare. Paqeja nuk është e përjetshme. Është e nevojshme që si popull të mos jetojmë në iluzionin se paqja është një e dhënë. Ajo është një zgjedhje, një punë e përditshme dhe një privilegj që mund të humbas shpejt nëse rreth nesh gjithçka digjet. Shqipëria nuk është ishull. Jemi pjesë e një kontinenti që, kur rrëshet në errësirë, nuk e kursen askën. Ndaj, përgatitja jonë, si kombë, si individ dhe si qytetar të një bote gjithnjë e më të brisht, duhet të nisë sot. Para se të jetë vonë.